سائم الهوى رأيت المجد يشرق في دجانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet e kanë Allahu subhanahu wa taala, mëshira Allah që me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Besimtari duhet me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala dhe duhet me pas mendim të mirë në përgjithësi për të gjitha çështjet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, dhe hadithi është qudsi, që Allah subhanahu wa taala ka thonë, pastaj e ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkrim atë që ka thonë Allah subhanahu wa taala, thotë Allah subhanahu wa taala, unë jam tek robi, tek mendimi i mirë i robit tëm për mua. Në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos ju zën vdekja, ndryshe vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Mendimi i keq për Allahun subhanahu wa taala çon kufër. Mendimi i keq për njerëzit në përgjithësi çon gjuna. Mendimi i keq për çështjet e dunjos përgjithësi çon sherr. Edhe në përmbledhje, prej mendimit keq, prej mendimit negativ, prej mendimit paraprak për çështje të këqija, ka vetëm se dëm, nuk ka asnjëherë hajër. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Men kana yadhun an lan yansurahu Allahu fi ad-dunya wal akhirah, falyamdud bi sababin ila as-sama', thumma liyaqta'a falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghid." Kush do që ka mendim të keq, se Allahu subhanahu wa taala nuk ka me ndihmua Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe fenë e tij, e kjo është mendim i keq. Ndihma që Allahu subhanahu wa taala ka premtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndihma që Allahu subhanahu wa taala ja ka premtuar muslimanëve, ajo komendohet: "Wa man asdaqu min Allahi qila." Nëse nuk ka dikush që fol ma drejt se sa Allah subhanahu wa taala, o men asdaqu min Allahi haditha, nuk ka kush që bën premtime edhe që i mon premtime sikur që i mon Allah subhanahu wa taala. Dhe Allah subhanahu wa taala ka premtuar se ka me ndihmua Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, dhe Allah subhanahu wa taala ka ndihmu. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa laqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum dhilla." Allah subhanahu wa taala ju ka ndihmu, e ka ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Bedr, edhe në vendet e tjera. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ka më ndihmuar muslimanët, dhe premtimi e Allah subhanahu wa taala ka menduar, sado që çështja e muslimanëve mund të jetë në vështirësi, sado që çështja e fesë mund të jetë në vështirësi, sado që e pavërteta mundet me pas përhapje të mëdha, sado që njerëzit e vërtetës më kanë të izoluar, megjithatë fjala e Allah subhanahu wa taala ka më ndihmuar besimtarëve, ka moralizuar. Dhe nuk ka drejt kërkush me besimtarëve, nuk ka drejt kërkush për muslimanëve me menua se çështja merr fund, me menua keq, me menua se Allah subhanahu wa taala nuk i ndihmon besimtarët, ashtu sikur që dikush ka menduar se Allah subhanahu wa taala nuk i ndihmon Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por shkak se shumë njerëz kanë menuar në shumë raste që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mori fund, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka marrë fund.
Në raste kanë menduar njerëzit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë prej Medine kanë menduar që s'ka më kthyer më kurr, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më kthyi. Njerëzit kanë bërë plane për me hjek prej sipërfaqes tokës Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për me e burgos, ose me përzon, ose me myt, gjithë se cila për ty në plane jetë mira, por Allah subhanahu wa taala ka vendosur ndryshe. Dhe kam ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë ndihmuar sahabët. Wa kana haqqun alejna nasrul mu'minin, dhe ka premtuar Allah subhanahu wa taala se Allah subhanahu wa taala e ka bërë detyrë vetes me ndihmuar muslimanëve. Dhe nëse ndihma tek muslimanët prej Allah subhanahu wa taala vënohet, ka disa shkaqe. Edhe shkaqet u kthehen gjithashtu njerëzve. Fajet nëse ka defekte, u lejen njerëzve, se Allah subhanahu wa taala kur nuk është fajtor. Nëse Allah subhanahu wa taala nuk u përgjigjet muslimanëve në duat e tyre, në lutjen e tyre për më ndihmu Allah subhanahu wa taala, nëni muslimanët besimtarët duhet më kthye me shikue çështjen e tyre, me shikue gjendjen e tyre, a janë të sakt në atë që Allah subhanahu wa taala ka urdhnuar e ka kërkuar në Kur'an, dhe në atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse janë dhe përsëri nuk vjen ndihma e Allah subhanahu wa taala, do të më vazhduam me qëndruar të tillë, për shkak se Allah subhanahu wa taala i çet në sprovë. Wala nabluwannakum, Allah subhanahu wa taala ajete të ndryshme u ka treguar muslimanëve se ka me sprovë, derisa ta dallohet dihet haptazi qartazi ai cili është besimtar dhe ai cili është munafik. Dhe kërkush për besimtarëve nuk ka drejt me pas mendim të keq në këtë drejtim, në drejtimin e parë se Allah subhanahu wa taala nuk u përgjigjet lutjeve të tyre, se Allah subhanahu wa taala nuk u ndihmon muslimanëve, se çështja e muslimanëve vështirë se do të rikthehet, nga se premtimet e Allah subhanahu wa taala janë ndryshe. Gjithashtu mendimi i keq mund vjen edhe kur besimtarët në përgjithësi ose në veçanti gjithsesi individ një për një është në vështirësi. Dhe kur njëri është në vështirësi, përveç problemet vetë që e ka, kofta e tjetë smundje, kofta e tjetë humbje e pasunis, kofta e tjetë humbje e fëmijëve, kofta e çka do tjetë një problem që është për problemeve të sprovave që i bin besimtarit, në një besimtari e ka problemin e sprovës, në dy e ka fitnën, vesvesën, që shejtani mundohet me abo besimtarit në mënyrë që me tërheq, ky mos me besu Allah subhanahu wa taala. Ka ardhur disa transmetime se prej robërve që Allah subhanahu wa taala i ka sprovuar mas tepërmi, nuk ka dyshim se janë pejgamberët. Dhe prej pejgamberëve që Allah subhanahu wa taala ka sprovuar shumë në shëndetin e tij, në pasurinë e tij dhe në fëmijët e tij, në familjen e tij, është Ejubi alayhi salatu wassalam, i cili pasi ekzonte shëndet mirë, pasuni të madhe dhe familje shumë të madhe, smuat aq rën sa që nuk mundet me lëviz për nevojat e veta, i vdesin të gjithë fëmijët dhe gratë dhe meqet vetëm me një bashkëshorte e cila i ka qëndruar deri në fund në shërbim dhe e humb të gjithë pasurinë e vet që e ka pas. Disa transmetime thuan se Ejubi alayhi salatu wassalam ka qenë i smur 17 vjet. Ejubi alayhi salatu wassalam, pasi që jetonte me një jetë shumë të mirë, me një shëndet shumë të mirë, me fëmijë, familje shumë të madhe, me pasuni shumë të madhe, është smur, i kanë vdek fëmijët të gjithë dhe ka mbet vetëm me gruan e tij 17 vite i smur. Pastaj me kalimin e kohës, masi që u smua gatë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, e më shumë 10 vjet, edhe njerëzit e tjerë, të cilët vetë për veti s'kanë qenë të devotshëm, nëse njerëzit të cilët kanë dyshime në zemrat e tyre, ose njerëzit që kanë mëkate në brendësinë e tyre, mendojnë se edhe të tjerët janë mëkatorë sikur që është ky. Për shembull,
Me themi gënështari unë sraj, thëtë sraj, në dhe pse se këtë i interesat që ishë në krej. Ose me themi hajni që unë zvijeli, se e logarit gjithmonë me atë që e bën vetë, ose një të pamoranqë, ose. Dhe njerëzit që jetonin me Ejubin a.s. masi që Ejubi u sprovua kaq gatë, në shëndetin e tij, në fëmijët e tij, në pasurinë e tij, njerëzit afër tij thonin, shpifnin. Ku me ditë që ka bëu Ejubi që Allah e ka thënë këtë sprovë. Kjo mendim i keq. Pse çka me ditën ti që ka bëu Ejubi? Cili është argumenti i jot që po ditë diçka për Ejubin a.s. Ja po masi zgati ka shumë smundje, që ka zgati smundja ka shumë. Çka do të thonë? Ku me di çfarë gjënoi ka bëu ky? Ki çfarë mendimi i poshtë rrokë. Kjo është mendim i atyre të cilët në zemrat e tyre e kanë nifakun. Edhe në sprovat që i godasin muslimant, thonë, ku me di çka ka bëu ky që ka rrokë sprovë. Se kjo din vetën, për veti. Edhe mendon se pse ku me di çka ka bëu ky, mendon se kanë bëu ata tjerë. Mendimi i keq nuk duhet me ekzistua tek muslimani për muslimanin tjetër. As nuk duhet me ekzistua mendimi i keq te muslimani për Allah subhanahu wa taala. As nuk duhet me kon mendimi i keq edhe për jetën e përditshme. Për shkak se në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse e shihni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë kur ka fol muslimanëve, ju ka fol ata me pas vullnet. Me pas vullnet për a di çka u ka fol muslimanëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pas vullnet edhe me vdekje. Me pas dëshirë me jetu, me pas dëshirë me vdek, me pas dëshirë më në gjallë e me darë pa Allah. Këtë kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kë i kanë fituar këtu? Kë i kanë mësuar këtu? I kanë mësuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Keni ndëgjuar në herë dikush për sahabe të shku te pejgamberi sa më dërgu me Allah, s'më rrihet diçka më ka ftuar dynjoja. Diçka a keni ni kështu? Kur s'keni ni, as keni me ni kur. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar sahabët që gjithmonë me pas mendimin mirë. Qysh ka mundësi me menue më konë besimtari mërzitur duke njoft se ka Allah subhanahu wa taala Zot i cili është i mëshirshëm, i cili ka krijuar xhenetin uiddat lil muttaqin dhe ka thonë është i marum, i destinuar për ata që janë të devotshëm. E ka krijuar xhenemin dhe ka thonë uiddat lil kafirin, ajo është për kafira. Pse më mërzitën muslimanët? Gjithmonë me pas mendimin e mirë për Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse Allah subhanahu wa taala edhe ka bërë caktim, edhe ai caktim ka bërë për neve, me vdek, kjo është mirë. Edhe më ringjall, përse i është mirë. Sa ka bërë me jetue, është mirë. Kur ka bërë mos provue, atë është mirë. Do të thënë gjithçka që vendos Allah subhanahu wa taala është e mirë me esencë. Pastaj kur vin te ne disa gjona neve na pëlqen, disa nuk na pëlqen, edhe është plotësisht e lejuar, pa kur gjë të keqe mos më na pëlqyje kur ndodhen vdekje, kur ndodhen smundje, kur ndodhen probleme, dhe kjo është e zakonshme mos më pëlqyje, mirë po ne gjithmonë jemi të kënaqur dhe të pajtuar me atë që e ka caktuar Allah subhanahu wa taala për neve. Dhe Ejubi alayhis salam kur u smuan këtë nivelin e mërtë, e ka humbë pasunia, e ka humbë familja, edhe njerëzit për rreth të akuzuar këto se ky ku me ditë çka pas ka bë, thuhet se ka ardhur shejtani edhe ka bërë vetë, ka thonë që ky zot jetë që i ka thirrë njerëzit, po ndoket të ka braktis. Që ky zoti që i thëshë njerëzit mos më adhuroj kërkon tjetër përveç ti. Me falendërua është ashtu me cilësit që i ka Allah, po ndoket të ka këthi shpinën, ka praktisë Allah. Çka më botash? Me lip dikën tjetër. Ko me lip iblisi. Se gjithmonë shejtani kur mundohet me të largu prej Allah subhanahu wa taala, edhe pse shejtani është i kënaqur vetëm me të largu prej adhurimit ndaj Allah. Hiç mos më adhuru kërkon, ai është i kënaqur. Vetëm me të largu prej adhurimit ndaj Allah subhanahu wa taala. Por nëse të largon prej adhurimit ndaj Allahut, ai pastaj thirr në adhurim me bëati. Edhe bashkë me të pastaj me shkuën në xhenem, sikur që i ka premtuar Allah subhanahu wa taala se ka me devijuar të gjithë ata që kanë me shumë me devijuar.
idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Allah subhanahu wa taala tregon për ngjarjet të cilat kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejë të ndryshme, vështirësi pas vështirësie, kur u vinte problemi dhe sprova prej të gjitha anëve, edhe kur ishin në vështirësinë më të rëndë, që disa prej komentatorëve të Kuranit kanë përmendur se ka qenë në betejën e Khendekut, të gjithë mushrikët e pabesimtarët që mbë bashkë me rrethuar Medinën, edhe me e shkatruan njëherë për gjithmonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet. Dhe ka qenë ideja e Salman al-Farisiut me e rrethuar Medinën me kanal, që mos më mujt me kaluar mushrik, por mushrikët e kanë rrethuar komplet Medinën dhe e kanë sulmuar musliman për te kanalit. Dhe çka ka qenë situata e vështirë, saqë muslimanët sahabët e kanë pas të vështirë me shkuar me krye nevojat e tyre. Dhe dikush për tyre nëse ka lëviz, është godit për shigjetave të armikut. Dhe në këtë situata shumë e vështirë, situata shumë e rëndë, balagat al-qulub al-hanajir, thot Allah subhanahu wa taala gati ka ardhur zemrat të fyti prej frike, wa tadhunnuna billahi dhununa, edhe dikush ka luhat a thu, a do më nëndimu Allah subhanahu wa ta'ala zda. Ela inna nasra Allahi qarib, por dine se ndihma Allah subhanahu wa ta'ala është afer. Dhe ndihma Allah subhanahu wa ta'ala për gjithë se cilin besimtar, veç e veç, një nga një, është afer. Afer është nëse i vjen duke qenë e gjallë, alhamdulillah, është shumë mirë. Nëse jo, momentin që vdes, ati ka marrë shpërblimi i Allahut. E kush për njëve e ka vdekjen shumë largë? Kërkush në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jetë gjatësia mesatarja jetë gjatësisë së umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mes 60 dhe deri në 70. Edhe besimtari që atëherë që ja dorëzon shpirtin e Allahut subhanahu wa taala, prej aty të anej fillojnë shpërblimet, fillojnë të mirat, begatitë e Allahut subhanahu wa taala për te. Her pas here vinë sprovat, të përmendura në hadithe dhe në Biblën e Allahut subhanahu wa taala, po ato kalojnë. Dhe besimtari kalon të gjitha, edhe merr shpërblimin prej jetës në varr dhe pastaj të ringjalla pastaj në xhennet. Atëherë jeta e gjatësia mesatare e gjatësisë së umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është për 60 deri në 70, ai që ka 20 vjet, edhe 50 vjet maksimumi me prit ndihmën e Allahut, nuk janë shumë. Ai që ka 30 i ka 40, ai që ka 40 i ka 30, nëse shkojmë te 70 që ai që ka 50 i ka 20, ai ka 60 edhe 10. Por ku është ndihma e Allahut subhanahu wa taala larg? Por ku është shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala për kërkon? Dhe Allah subhanahu wa taala pastaj tregon në jetë jo vetëm për Allahun, se për Allahun vazhdimisht duhet të pas mendim të mirë. Vazhdimisht, edhe kur jemi në vështirësi, edhe kur na ka smunja, apet Allah subhanahu wa taala është i mirë. Apet Allah subhanahu wa taala është ai që na ja kushton adhurimin. Gjithmonë në çdo rrethon që na ndodh neve, Allah subhanahu wa taala është i mirë. Edhe falënderimi ta vjen Allah për gjithçka që na rrethon neve. Pastaj edhe për çështjet të dunjos. Thot Allah subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladhina amanu, o besimtar, ijtanibu kathiran min adh-dhann, largohuni prej mendimeve të këqija, mendimeve parapake negative. Inna ba'da adh-dhanni ithm, për shkak se disa mendime të këqija që paraprakisht i bën njeriu çojnë edhe në haram, çojnë edhe në gjuna për njerëzit. Besimtarët në esencën e tyre janë të mira, janë të këqij. Besimtarët në esencë janë të mirë. Besimtarët në esencën e tyre janë të moralshëm apo janë të moralshëm? Janë të moralshëm. Besimtarët në esencën e tyre janë hajduq, a janë njerëz besnik? Me çfarë drejte dikush për muslimanë më vonë se një musliman tjetër është hajn? Kur argument s'ka hiç, është i pamoralshëm, është rrens, kush çfarë ty këto? Kjo mendime, ndoshta ai
Kjo është mendim i keq. Besimtarët të gjithë janë të pastër në të gjitha drejtimet. Dhe e ka defektin e vet vetëm ai që dihet publikisht që e ka mitmet. Jo se më menuatash, nashta ky vëllau nashta mos ka fol ky kesh në herë për mua. Allah po kjo s'të kështu hiç. Nashta ky mos ka mundsi më abu mundet kesh. Kjo s'të kështu hiç. Nashta ky e ka këtë cilësi. Nashta këto janë mendime që besimtarët duhet të largu prej tyre. Këto janë mendime të këshia që nuk guxon me pas kërkush për besimtarëve. Në një, mos me mendu keq për Allah në çfarë do rrethonë dhe situatën në të cilën kalojmë. Në dy, mos me mendu keq për muslimanët, për shkak se në esencë të gjithë muslimanët janë të pastër. Përveç kur vjen me gabimin që është i ditur sipas asaj që e ka vlerësuar, e ka caktuar Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kur ndryshe nuk bëhet musliman në faj. Kur hiç. Pastaj me pas mendim të mirë edhe për veprat e fesë, të cilat të sjellin vështirësi, se kanë herë ndodh veprat e fesë sjellin vështirësi. Sikur që kanë sjell pejgamberëve. Çka ka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Mekë, me se veprat mira. Çe ka sjell? I ka sjell në pozon për Mekës. Pse e kanë pozon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për Mekës? Mos ka bën ai gjëna? Mos e ka bën keq dikuj? Mos e ka marr pasurinë dikujna? Çka ka bën? Asnjë të keq nuk ka bën kujna. Të shpjegoj fjalën e Allahut, që Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar me të besimtar, duke i dhënë njerëzit në besim, i ka shkaktuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam probleme. Edhe muslimanëve, veprat e mira shpesh herë ka mundësi me shkaktuar probleme. Po nuk do të më menue me lëmë tash veprën e mirë. Jo, mos më bëj problem, mos më shku më fal. Allah. Mos më bëj problem, mos më marr me veprën që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mos bëndo me menim kur gjë hiç, është realiteti s'është kur hiç, edhe më ndodha apet nuk është kur gjë hiç. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pasis me thonë ashtu ku më di çka thënë mushrik, na shtën për zonë, na shtën bën ashtu, u kondosh me nafien krejt. Feja nuk lihet pse për shkak të secilës mund me të disa pasoja, vin disa pasoja të më bot. Dhe besimtari në rrugën e Allahut subhanahu wa taala nuk goditet me qoftë edhe një therr që hin në komën e tij, vetë se ka më marrë shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë shembull Allahu subhanahu wa taala e vjen për njënin prej pejgamberëve. Një prej pejgamberëve të Allahu subhanahu wa taala, i cili i ka thirrë popullin e vet në Islam, në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala, dhe populli nuk i kanë përgjigj. Përveç se nuk i kanë përgjigj, edhe e kanë injoruar pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kanë kthyer ato me keq, këtu i thirrë për mirë, ata të injoruar dhe të kthyer me keq. Një ditë për ditëve, pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala idhnohet. Idhnohet me të, çka po më thënë njerëz? Unë thirr në fe, unë thirr në adhurim ndaj Allahut, ti thon për mirë, largoni se kjo është mirë për juve, se vallahi me vdekjen që situatë që jeni këtë xhenem keni më shku. Dhe kjo është për e mira atyre. Ata që thotë kuna i kanë thënë ti që kemi shkuar në xhenem, me çon me myt pejgamberin e Allahut, pse ti na kanë thënë neve që na shkojmë në xhenem? Wala hawla wala quwwata illa billah. Idhnohet pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala dhe ik e lën këtë popull me menën e vet, dhe menon me shkuar te një popull tjetër me thirr, nashta ata i përgjigjen. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi." Kujton edhe pejgamberin e Allah subhanahu wa taala, i cili e ka thirr popullin e vet, ata nuk i kanë përgjigj, edhe ka menuar mu largue prej popullit vet, pa marrë leje prej Allah subhanahu wa taala, ka menuar që nuk është problem. E kjo është kjo nuk u kon e tillë situata. Nëse pejgamberi i Allah subhanahu wa taala nuk kanë pas drejt me u largue prej popullit, vetëm se pasi të i thot të jep leje, Allah subhanahu wa taala më largu bitin. Dhe alhamdulillah që Allah subhanahu wa taala nuk ka lënë këtë rregull për besimtarët, për shkak se kishte më qenë ngarkesë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bërë hijretin, të gjithë sahabët kanë shkuar para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka met në Mekë. I fundit, më i kërkuari
ma i keqi sipas mushrikëve, ma i rrezikshëm, ma shumë të që ka bozaro, kretë shokët e vetë kanë shku në Medinë, këtu ne të halal në Mekë. Edhe sahabët ju në mërzit, oj dërgu me Allah. Ne, të konë aty, s'kena mujtë me të mbrojtë. Tash na kena shku kretë Medinë, të kemi të vetë, mushrik, hajtë në Medinë. Pejgamberi sa ka thënë, jo, sa Allah s'm ka dhënë Allahu leje. Derisa i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala leje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tash ec, pejgamberi sa s'ka vëzu me ec. S'ka më shumë në Medinë. Je pejgamberi, ka thënë Allahu në Mekë, po dushmenet Mekë. Edhe ky pejgamber Allahu subhanahu wa taala ka thënë te populli vet, nuk i kanë besu populli vet, ky ka mënuar, me që s'po besojnë këta, që ta thirrin një popull tjetër, nështë ata më besojnë, ama ky mendim nuk u kon i drejtë. Edhe Allah subhanahu wa taala pastaj ka ndodhur ajo që ka ndodhur, që ka përmije balena, dhe pastaj u pendua te barkun e balenës. Pse u pendua ky pejgamber? Pse u largua prej popullit të vet pa i marrë leja Allah subhanahu wa taala. Këto e ka llogarit prej gabimeve ose prej gabimeve të tij. Për të besimtari duhet me pas kujdes. Mos me pas mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala, mos me pas mendim të keq për muslimanët dhe mos me pas mendim të keq për veprimtarinë e vet që e bën fetare, për qoftë edhe dunjos, por në veçanti fetare për të cilës her pas here mundet me pas edhe disa probleme, mundet me pas edhe disa sprova, mundet me pas edhe disa vështirësi, porse gjithmonë me krahasu çështjen këtë vepër a lyp Allahu subhanahu wa taala, është dashur te Allahu, po edhe nëse s'është dashur te njerëzit, nuk ka më rëndësi. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.